Një ngjarje tragjike ka ndodhur në qytetin e Prizrenit, ku një person ka therrur me vdekje vajzën e tij 15 vjeçare. Rreth orës 6 kemi pranuar informacion se një person me thikë në dorë në rrugën Shot Galica, policia ka dalë në vend ngjarje, ku ka parë 3 persona të lënduar dhe njëra nga të lënduarit ka ndërruar jetë, ka thënë zëdhënësi i policisë së Kosovës. Ai tha dyshohet se burri ka therrur me thikë gruan e tij dhe 2 vajzat. Po ashtu ai tha se edhe vajza tjetër 10 vjeçare është në gjendje të rëndë shëndetësore, e cila është dërguar me trajtim mjekësor në QKUK. I dyshuari është arrestuar.